Jam përpara jush në emër të Partisë Demokratike për të denoncuar skemat abuzive dhe gënjeshtrat që serviren nga partia në pushtet. Jo rastësisht jam këtu përpara kësaj godine deri dje institucioni i banorëve të Shkodrës, sot i kthyer në një skenë krimi zgjedhor me drejtues shumë shpejt të panderur në SPAK dhe me kandidat për SPAK. Fatkeqësisht secili prej nesh e di që ajo çfarë propagandohet është shumë larg realitetit që përjetojnë çdo ditë të rinjtë shkodran. Në bazë të monitorimit të buxhetit të vitit 2024, nga 56 milion lekë të vjetra janë disbursuar vetëm 7 milion. Në skemën e granteve, Bashkia Shkodër i përgjigjet vetëm nepotizmit që zgjell të tërheq pas vetes, të ri me precedent penal apo ushtar partie si të vetmit përfitues të grantit dhe kanë kriter për disbursim të qenit patronazhist dhe jo të kesh ide inovatore. Qarqet më të varfra, Shkodra, Lezhë dhe Kuksi, së bashku kanë marrë më pak se 5 milion euro investime në 12 vite, nga 55 miliard lek buxhetit, të cilat kanë shkuar për politikan dhe oligark. Në dekadën e fundit janë larguar nga Shkodra 30.000 qytetarë, prej të cilëve 70% janë tri. Me një emigrim masiv i cili tregon qartë dështimin e çdo politike për t'i mbajtur këtu dhe duke lënë bosh shkollat, duke prish strukturën sociale e cila shbën identitetin dhe familjen si shtyllë e kombit shqiptar. Në Shkodër nuk ka një program të suksesshëm për mbështetjen e ideve të rive, nuk ka transparencë, nuk ka strategji të mirëfillt. Ka vetëm premtime të vjetra dhe dështime të reja. Sfidoj çdo të ri të tregoj çfarë përmban programi i Partisë Socialiste për fëmijët, për të rinjt, për çiftet e reja apo për studentët. Në cilën pikë të programit flitet për to? Flitet për të rinjt përveç muzikës në sfond që u vihet në çdo takim elektoral ku ata duhet të kërcejnë sipas ritmit të udhëhecit. Brezi jon dhe rinia jon ka barrën për t'i kthy këtij vendi mallështinë që i takon, të zgjojnë ndërgjegjen civile nga agonia dhe të transformoj kërcënimet e së tashmes në shanset e së nesërmes. Vota 11 majit është votë për ju, për vendin, për Shkodrën mallështore. Të rinjtë e Shkodrës meritojnë më shumë se tallavall e propagandë, meritojnë mundësi, dinjitet dhe një të ardhme këtu në vendin e tyre. Ta kthejmë Shkodrën në shtëpinë tonë dhe ta pastrojmë këtë shtëpi.